Kryeministri Edi Rama komentoi për herë të parë ndryshimet e bëra në qeveri pak ditë më parë, ku ndryshoi 7 ministri, përfshirë edhe largimin e disa figurave të rëndësishme socialiste. Gjatë fjalës së tij në podcastin Flasim, ndryshimet e fundit në kabinetin e tij qeverisës i krahasoi me ato të një skuadre futbolli apo basketbolli. Janë ndryshime që shkojnë në atë që unë e kam konsideruar si një qasje e re në këtë aspekt, duke bërë edhe krahasimin mes ndryshimeve në një skuadër futbolli me ato në një skuadër basketbolli. Sa se në rrethanet e tjera nuk do ta kishte shkarkuar zëvendës kryeministrin Belinda Balluku, punën e së cilës e cilsoi si të jashtëzakonshme. Por natyrisht që nëse rrethanat do të kishin qenë të ndryshme, nuk do të kishte ndryshuar për rezultatet e jashtëzakonshme në punë zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë. I rikthye sërish shembis në aksin rrugor Librar-Sprenjas, që e cilsoi si fatkeqësi natyrore pa përgjegjësi njerëzore. Një ndërhyrje në një force madhore, pra, që s'ka të bëjë me njeriu, por me natyrën, në aksin e korridorit të 8, në kantierin e korridorit 8. Për kryeministrin është çmenduri të flasësh që shembja ka ardhur si pasojë e korrupsionit. Kjo çmenduri, e cila përcolli në mënyrë këmbgulse mesazhin se ajo rrëshqitër për disa qindra metrash ishte pasojë e korrupsionit, nuk është asgjë tjetër përveç se pjesë e një zinxhiri tërë histerie. Kreu i qeverisë foli edhe për rritjen e pagave për mbi 36.000 punonjës të sistemit arsimor. Dhe është e prekshme aktualisht për 36.390 punonjës sistemit arsimor. Kryeministri përmendi edhe mbështetjen e qeverisë për skemën e startupeve në kuadër të grantit 2026, ku tha se në fazën fillestare do të mbulohen 100% të kostove.